Të përmendesh në tasbih emrin e Allahut. Në ajetin 74 të surës Uakja, Allahu urdhëron kështu: Prandaj, lavdëroje emrin e Zotit tënd të madhërisëm. Edhe ne, mjaft ajetet e tjerë, kuptohet se duhet të bëjmë tasbih Allahun mëngjes e mbrëmje, se shumë gjallësa, melekët, ushtima e qiellit, malet, gurët, zosht i bëjnë tasbih atij. Të përmendesh Krijuesin i jep qetësi e kënaqësi njeriut, e shpëton atë nga brengat, e afron më shumë me atë, në mënyrë që të mund të përmendim me kuptimin e plot emrin e Zotit ton. Duhet të pranojmë se ai është një, që është larg gjithë mangësive. Duke bërë tasbih me gjuhë dhe arrihet në këtë mendim, por edhe mundësohet që të vijohet ky mendim. Pejgamberi ynë një ditë i këshillon kështu bashkëshortët e tij: O gra besimtar, duhet të përmendnin Allahun me tehlil. Nuk ka zot tjetër përveç Allahut. Tasbih, subhanallah, Allahu është larg çdo mangësie, dhe takdis, madhërimi i tij dhe shpreha e tekbirit. Mos bini në befasi, mos i harroni këta detyra, përndryshe privoheni nga mëshira e Allahut. Tirmidhi, Dua 3.